do të ishte shumë e thjeshtë. Më mungon ajo që nuk pati kur guximin të ekzistoj. Një jetë e paprovuar që megjithatë më ndjek si një krim pa trup. Sa e neveritshme është kjo gjendje, të mbartësh një ndjenjë që nuk ka as fillim të vërtet, as fund, as varë, as kujtim të qartë. Vetëm një mjegull që nuk shpërndahet. Unë nuk jam i lidhur me të. Unë jam i lidhur me një mashtrim të brendshëm, me një version të jetës që nuk më përket, por që refuzon të më lërë. E mbylla me mendje, e vrava me logjik, e shpalla të pamundur, dhe prap ajo nuk vdiq. Sepse gjërat që nuk lindin si duhet, nuk din as të vdesin si duhet. Ato kalben brenda njeriut, gadal, pa zhurmë, derisa bëhen pjesë e gjakut të tij. Unë jetoj me diçka që nuk ekziston, dhe kjo është forma më e pastër e çmendurisë. Sepse të paktën i humburi ka një kujtim, një fytyrë, një moment ku mund të mbështetet. Unë nuk kam as këtë, kam vetëm një zbrazë ti, që sillet si një e vërtet. Dhe sa më shumë kalon koha, aq më shumë bindem se njeriu nuk shkatërrohet nga ajo që i ndodh, por nga ajo që nuk i ndodhi kur. Nuk dua kthim, kthimi është gënjeshtër. Nuk dua fillim, fillimi do të ishte tradhtim ndaj kësaj dhimbjeje. Dua vetëm një provë, një çast vetëm, që të mos vdes duke dyshuar. Nëse gjithçka ishte thjesht një iluzion i sëmur, një përqafim. Por edhe kjo është e rrezikshme, sepse nëse ajo ndodh, nëse për një sekondë prek të vërtetën, atëherë çdo gjë tjetër do të bëhet e pavlerë. Dhe unë e njoh veten. Unë nuk di të kthehem pas, ka ajo që ndjej deri në fund. Kështu që mbetëm këtu, midis një dëshire që nuk guxon të lind, dhe një fundi që nuk guxon të vi. Një vend i errët,